Votoni nëse komisionin për votim të fshehtë, nëse përsëri Partia propozohet Demokratike e Alvina Kosovës Haxhiun. e ka qëndrimin e qartë, qoftë për propozimin për votimin e fshehtë, qoftë për kandidatën për kryetare të kuvendit zonën Alvulena Haxhiu. Ajo çka dua të them sot është që vjen shumë keq që Alvulena Haxhiu nuk ka mësu asgjë nga përvoja e saj në politikë. Unë kam menduar që pas eksperiencës së saj me gazin gjatësjellës, Alvulena Haxhiu kur më në jetën e saj nuk do të lejoj që të keq përdoret nga shefi i partisë ose çdo gjë tjetër. Albin Kurti edhe kësaj radhe, si në rastin e gazit të cjellës, Alvulena Haxhiun po e përdor si armë të ndërshtetit të Kosovës. Prandaj kjo është e pafalshme, sepse Alvulena Haxhiu po jep shembullin më të keq të aktivistës, shembullin më të keq të politikanës dhe shembullin më të keq të gruas shqiptare. Zonja Musliu, po, veç një pyetje përkohë se ki mundësi, VV-ja thotë që është kandidatja më e votuar. Tani mua nuk më intereson fare çka thot lëvizja vendosje, ju media duhet të merrni edhe ju mësimin e juaj sepse kemi zonë vendin në 99 për lirinë e medias dhe është mirë që të paktën deklaratat e tyre shoveniste mos na ishin ndërmund. Nuk ka asnjë arsyetim dhe asnjë justifikim për blokimin e kuvendit. Është turp dhe është e pafalshme që lëvizja vendosje duke e përdorur Alvulena Haxhiun po punon në kurrës të popullit, kjo është në dam të popullit. Prandaj kjo është e pafalshme dhe është bo e padurueshme. Unë mendoj që edhe ju duhet jeni, ne kemi votuar kundër, votuar disa herë dhe nuk do të bi më prej as viktim e lojës së lëvizjes vendosje. Faleminderit shumë dhe me ata bëton që nuk i keni të sigurt deputetët. Po megjithatë ju mes vetes po folni përmes mediave bile. Nuk më intereson çka thonë ata. Mu më intereson shteti i Kosovës. Ata të cilët të sigurt votat e PDK-s. Ata të cilët nuk e kanë vendosur asnjë guri, qoftë në themelin e lirisë, qoftë në shtet ndërtim, nuk e kanë asnjë të drejtë që të vazhdojnë ta shkatrojnë shtetin e Kosovës. Faleminderit.